Pra leot të ndërshëm, Allahu Azza wa Jall nuk ban pa drejtësi, mirë po Allahu Azza wa Jall nuk nxiton. Dhe ndëgjon e këtë hadith që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tre lloj lutje tek Allahu Azza wa Jall nuk kthen për apa. Njëna prej atinve është dhe i shtipuri, ajti që ju ka bo mizori, ati që ju ka bo padrejtësi. Allahu Azza wa Jall e ndëgjon zonin e ti, derisa transmeton Imam Tirmidhiu dhe përshkruan se si ngjitet lutja, si ngjitet ankesa e ti tek Allahu Azza wa Jall, thot ngritet në qiell sikur me ken shkëndi zjarri, i hapën dirët e qiellit, ati që ju ka bo padrejtësi, ati që ashtipën këtë dunja, dhe Allahu Azza wa Jall e ndëgjon zonin e ti dhe ja pranon ankesën ati, dhe thot Allahu Azza wa Jall, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin, pasa mashtrin time, pasa lavdratën time, kam për të dalë në ndim edhe nëse pak vonojnë. Pra Allahu Azza wa Jall nuk e vonon çështjen të cilën Allahu e ka premtu vetëm me urtësinë e tij.